A e dini kush janë fansat e Rogertit në shtëpi? Urdhëroni. Olivia më e motë! Livia më e motë! Hop. Të la Rogerti, rrugve më e motë! Rogi, pse qan? Mos e prek! Mos e prek! Ka pullën e Rogi. Livia më e motë! Eja të kënej, Rogi. Eja të gjemë guzhëllimi. Rogi, do ata shof ty, Rogi. Prekni. Po eja, pra. Eja të... Atëherë kjo është një nga videot më të komentuara në rrjet ditën e djeshme dhe mendova ta komentoj sepse shikoj dy gjëra shumë thelbësore. E para është e papranueshme të qahet një njeri për zgjalli. Pra, qajnë Livian, Livia thjesht ka ikë nga shtëpia, por është shumë mirë me shnet. Dhe nuk është fort njerëzore, edhe sikur për humor, të qash një njeri për së gjalli. Dhe për më tepër, ndërkohë që po e qanë, shikosh dhe nga kamera dhe me që ja po bëj gjë të bukur. Më shikoni o publik se po bëj diçka të bukur. Kjo është një gjë e papranueshme fare. Dhe në këtë drejtim janë bërë një treshe jashtëzakonisht antipatike. Nga ana tjetër, po sillen fiks si fansat e Rogertit në shtëpi. Ku është Rogerti këta shkojnë? I shkojnë aty, qoftë për biseda, qoftë, unë e kuptoj që duan ta nxjerrin nga vetja. Unë e kuptoj që duan ta bëjnë nervoz që ai mundësisht të dalë me zarf të zi. Dhe shpenzojnë qindra orë në lavanderi atje për të thurë plane, Selin, Gimbo dhe Shëndrit, për të thurë plane se si ta bëjmë të Rogertin nervoz. Por Rogerti e ka nis vetë këtë lojë, nuk mund t'ja bësh këtë lojë Rogertit, është e pamundur. Dhe kjo tregon që këta kanë nevojë urgjente për vëmendjen e Rogertit. Pikë, se përndryshe s'kam pse e bëjnë. Dhe duke patur nevojë për vëmendjen e Rogertit, tregojnë se në mendjen e tyre kjo është e vetmja mënyrë për të ka prajmin, për të faktorizuar pra. Ndërkohë që aty ka mënyra 1 milion mënyra tjera. Megjithatë, e çuditshme është. Asnjëri se mendonte që do vinte një herë dita që Rogerti do ishte personazhi kryesor në mendjen dhe në shpirtin e Selin, Gimbo, edhe ndonjë tjetri atje, edhe Shëndritit, po edhe Mateos, edhe gjithëve. Por kjo është mi thon bravo Rogertit. Kjo është mi thon bravo Rogertit, që është bërë magnet për këta. Ku është ai, shkojnë këta. Ikën ai, ikin dhe këta. Fansat.